një paketet të të maj ka kisha. Estamos vendendo, Sot humanitari Kaçanikase, sot qindet në shatin Kërbes të punës së Kaçanikut, data 22 korrekt, 2015, në bashkëpunim me forin polak të ekipit monitorues ndërlidhës, të cilët janë përgjegjës për komunën e Kaçanikut. Ta erdhën kapiteni i LMT-s për Kaçanik, erdhën në zyrën tonë para një 2 ditë. Dhe morë vesh që të vizitojmë një fshat i cili është më izoluar në komunën e Kaçanikut. Ajo është fshati Kërbes, pa dyshim, që ata shprehen dëshirë me ardhë dhe një donacion. Donacionet për ndryshe janë të shkollave polake, të cilët kanë bashkëpunuar me forin polak dhe së bashku në bashkëpunim me asociacionin tonë, domethënë të organizatës qeveritare që kemi shoqata kombëtare Kaçanikase dhe asociacioni i shkolla humanitare të Polonisë në bashkëpunim me forin për keq mëtar të ndihmë. Faleminderit shumë. Skënder fundi shumë. Luka. Shati po do të faqen si më rruga se është shumë e vështirë në që ja dolëm. Në vërtetë ato po bojnë një punë bashkëpunim me ne shumë. Ne falenderojmë forin polak. Hera Portugal, Hera Portugal. Për ndryshe kjo për mua është herë e tretë, se këtu për ndryshe që ato motori kanë qenë 4 herë po, ka asistuar, më thonë, i tiri dhe vetë çfarë rrugë është, rrugët më të këqija që ekzistojnë. Na kemi ka komunë e Vitinës, domethënë për me ardhur në këtë shop. Territori më i harruar tek ana tjetër. Ashtu. Nga Kërbiqi ju përshëndes me Faleminderit. Kjo është përfulli 6 deri